armiqësia me shejtanin është armiqësi e patjetërsueshme dhe pa negociueshme. Shikoj, çdo armiqësi në dunjë është e negociueshme. Popujt kanë luftuar mes veti me 10 vite, në fund kanë negociuar, kanë kriju dhe kanë nisur paqe. Dhe jetojnë sot në fshinësi. Ndërsa shejtani është armiku i vetëm që me të nuk ka negociata. Asnjëherë nuk janë bërë negociata. Nga se ai nuk bën negociata. Ai e mban të ndezur luftën në vazhdimsi. Prandaj deshte ti me luftu apo nuk deshe, kjo nuk varet fare nga betejë. Betejë do zhvillohet. Nga se Allahu te barekuhu teala e ka mbajtur me urtësinë e tij të ndezur fitilin e betejës gjithmonë deri në kiamet. Kështu që ato që Allah e ka bërë të ndezur nuk mund ta fikë askush. Allahu ka lejuar që fitili i betejës me shejtanin të mbetet deri në kiamet. Deri në vdekje për neve si njerëz, si individ, ndërsa si lloj deri në ditën e gjykimit. Prandaj është diçka e patjetërsueshme, nuk mund të tërësohet. Nuk mund të mblidhemi ne njerëzit pa dallim feje, pa dallim ngjyre, race, gjuhë kështu me radhë, ta bëjmë një lloj kushtimisht të marrëveshje për paqe, t'ia ofrojmë shejtanit edhe t'i japim fund, domthonë kësaj lufte, e pamundshme ashtu. E pamundshme. Andaj, nëse ti nuk e lufton, për mijoti, ama ai të lufton. Nëse ti nuk je i vëmendshëm ka shiti për mijoti, ama ai është i vëmendshëm se ti je armiku i tij kryesor. Prandaj ti duhet të përgjigjemi kësaj me vëmendje, me kujdes, jo me ignorim dhe jo me shmangje apo hiezim të temës deri në nivelet e ignorimit. Prandaj është armik i panegociueshëm. Betejë me të është e pafundme. Kështu që ky ligj i Allahut te barekuhu teala. Duhet të përgjigjemi me angazhim e përpjekje e luftë e jo me ignorim dhe kthim të shpinës.